Investimet infrastrukturore në nivelin e parë të shëndetësisë në Ferizaj përfshin zhvillimin dhe përmirësimin e objekteve shëndetësore dhe shërbimeve që ofrohen për qytetarët. Ky nivel përfshin qendrën kryesore të mjekësisë familjare, qendrat e mjekësisë familjare, ambulancat që ofrojnë shërbime bazë shëndetësore, si trajtimi i sëmundjeve të zakonshme, kontrolli i shëndetit të përgjithshëm dhe përkujdesja primare. Drejtori i shëndetësisë në këtë komunë Kemal Lemini ka theksuar se në QKMF gjysma e punimeve kanë përfunduar, duke marrë parasysh se do të rritet edhe niveli i ofrimit të shërbimeve shëndetësore. A mund të na tregoni se si po ecë vazhda e punimeve këto në QKMF-n në objektin e ri? Në vazhdën e investimeve kapitale gjatë këtij mandati është edhe ky projekt, domethënë qendra kryesore e mjekësisë familjare, që është një projekt në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Punimet janë duke shkuar sipas planit parapar dhe shohim se në muajt vazhdim veç do të përfundojnë punimet. Po, a mund të na tregoni se sa do të ketë hapësirë kjo qendër kryesore e mjekësisë familjare, pra me bën një krahasim me QKMF-n e vjetër, objektin e vjetër? Po, është objekt njëherë më i madh, realisht janë të përfshira edhe mjekësia familjare, edhe stomatologjia, në njëjtën kohë edhe emergjenca që do të funksionojnë 24 orë, po ashtu do të ketë edhe qendra për vaksinim, kujdesi paliativ, kujdesi për nëna dhe fëmijë. Domethënë është një qendër që do të plotësojë gjitha kushtet, duke marrë parasysh që është edhe administrata, pasi veç është qendra kryesore e mjekësisë familjare. A i bie kjo që do të ketë shtim të shërbimeve mjekësore apo janë realizuar edhe më parë këtu? Janë realizuar më parë, po do të kenë hapësira më të mira, më komode dhe do të ketë më kualitative. Sipas Eminit, pjesa më e madhe e investimeve ka qenë në përmirësimin e kushteve në qendrat shëndetësore për të siguruar qytetarëve kushte më të mira dhe shërbime më të shpejta. Mund të na tregoni sa i përket numrit të stafit që do të operojnë në këtë qendër, a është i njëjti apo do të rritet? Stafi është i njëjtë, duke marrë parasysh që ne kemi bërë kërkesa ministrisë përkatëse që 3 vite me radhë, por nuk kemi hasur konsenzus. Domethënë është ai staf që ka qenë 318 që nga fillimi. Po sa është kostoja totale e këtij investimi pra në këtë QKMF? Parashihet dikon 2.5 milion euro. Edhe sa është krejt koha afat gjatë që pritet të përfundoj kjo i tërë? Sa vite kanë zgjatë punimet? Afër 2 vite. Po të flasim pak edhe për qendra tjera, ku konkretisht është duke investuar komuna e Ferizajt, në cilat qendra të mjekësisë? Si investime kapitale është duke punuar paralel me qendrën kryesore të mjekësisë familjare, edhe qendra numër 2 e mjekësisë familjare, gjithsesi është një bashkëpunim me organizatën Qatar Kariti, është një bashkëfinancim ku ka vlerën afër 2 milion euro, edhe aty janë duke shkuar punimet paralel me këtë objekt, edhe mirë po atje është një tjetër diferencë sepse komplet infrastruktura mrena do të jetë e re. Në njëjtën kohë, neve kemi përfunduar edhe objektin e QMF-s në Pralez, objekt që është ndërtuar në bashkëpunim me Qendresin Kosovar nga Kuvajti, po ashtu tashmë veç kemi filluar punimet edhe në qendrën e mjekësisë familjare në Koshare, që edhe atje janë duke shkuar punimet sipas planit parapar. Mateja i ka theksuar se përdorimi i pajisjeve të reja dhe të avancuara mjekësore është një tjetër aspekt i rëndësishëm për të përmirësuar shërbimet në nivelin e parë të shëndetësisë. Po përveç investimeve që i cekët, a mund të na tregoni që nga januari 2025 tani që jemi në mars, sa po ka kërkesa për shërbime mjekësore nga pacientët në kujdesin parësor në përgjithësi në Ferizaj? Ka qenë një gjendje thuajse gripoze që kemi pasur shtim të numrit të rasteve, por edhe pse mungesë stafit ne ja kemi arritur. Edhe kemi parasysh që neve emergjencën veç që 3 vite mandat e kemi përforcuar në kuptimin e stafit 100%, mirë po njëjtën kohë edhe tashmë veç kemi bler 2 autoambulanta të reja me investim kapital, njëjtën kohë një autoambulanta ka ardhur nga Qendresa Kosovare, edhe tashmë është duke funksionuar emergjenca në mënyrë më të mjaftueshme. Po sa i përket çështjes që her pas here është edhe diskutabile, ka të bëjë me furnizimin me terapinë nga lista esenciale, si qëndroni me këtë pjesë?
Sa i përket listës terapisë esenciale, përqindja dikun afërsisht është afër 30%, domethënë që është e mangët, që neve na ka obligu që gjatë 2 viteve dikun 300.000 euro të blejmë terapi esenciale, kuptimin e mbulesës së nevojave emergjence në kujdestari, si dhe në kuadër kujdesit paliativ që bëjmë nëpër teren, ndërsa pjesën tjetër detyrohen qytetarët ta blejnë vetë. Ndryshe, investimet në këto fusha janë të rëndësishme për rritjen e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve shëndetësore, duke kontribuar në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe shëndetit të qytetarëve të Ferizajt.